Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhët në klinikën D. Sonde do të flasim për një nga sëmundjet më të fshehta, por edhe më të rrezikshme të syrit, glaukomën. Si sëmundje prek miliona njerëz në mbar botën. Për të njohur më mirë sëmundjen, simptomat, diagnostifikimin, trajtimin në të kaluarën deri tek metodat më të avancuara e moderne, sonde me ne është doktor Arsim Hajdari, oftalmolog. Doktor, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Doktor, ne cituam fillim që është si sëmundje që po prek miliona njerëz në mbar botën, po a mund të na tregoni më saktësisht çfarë është glaukoma? Po, glaukoma njihet në popullat si rritja e tensionit intraokular, por domosdoshmë ajo njihet kur si glaukom vetëm atëherë kur e prek nervin optik. Do të thotë kemi dëmtim të shtresave nervore të nervit optik. Dhe me këtë, kur e vërtetojmë, ne quajmë glaukom. Kemi disa glaukoma, të cilat sigurisht do të flasim vazhdim. E përmendët presionin intraokular apo siç njihet popull tensioni i syrit. Cila është vlera normale e tensionit të syrit? Tensioni intraokular apo tensioni i syve që njihet kështu në botën mjekësore, vlerat referente tani për tani janë nga 10 deri në 20, ndonjëherë edhe 21 mm shtyllës zhivës së mërkurit që njihet në literaturën e sotme. A mundet një person me tension normal të syrit të ketë glaukom? Patjetër që po, dhe kjo glaukom e ka tjetër emër. Kjo quhet normal tension glaukoma apo glaukoma me tension normal të syrit. Çka bëhet te ky rast? Zakonisht shenjat nuk janë që vrehen në fillim, në stadin fillestar, por pacienti ka disa parehati në sy, jo pse ka vlerë të rritur të tensionit intraokular, por ka dëmtim të vizionit periferik dhe shenja tjera siç janë lotimi, skuqja e syve dhe parehatia ndaj dritave. E përmendet si simptom e fshet, edhe realisht glaukomën nëse e hasim në literaturë shpeshherë gjejmë edhe si sëmundje e fshehur. A është kjo pikërisht për shkak se simptomat mund të diagnostifikohen më vonë apo ku qëndron problemi? Po, kjo lidhet me vetë faktin që njihet si vjedhsi i shikimit apo sëmundja tinzare e dëmtimit të shikimit që në periferik fillimisht mandej edhe qendror, e cila mund të shkojë edhe në verberi të plot. Për të diagnostikuar ndonjëherë nuk arrin në kohë, po ashtu nga oftalmologët, të cilët nuk arrin ta akceptojnë si diagnozë në kohën fillestare, nga neglizhenca apo diçka të ndryshme, po ashtu edhe nga vetë personi, nga pacienti i cili nuk arrin të kuptojë shenjat klinike që mund të jenë të këqija, pastaj edhe irreversibile. Nëse mund ta vërtetojmë sa i përket pacientat që janë më të atakuar, kisha thënë që ata që kanë një histori familjare, që kanë një moshë mbi 40 vjeç, që kanë sëmundje kronike të cilat lidhen me hipertensionin arterial, diabetin, yndyrnat dhe sëmundje të tjera kronike, po ashtu duhet të kenë një check-up më të shpeshtë që t'i vërtetojmë këto shenja klinike. Përveç personave mbi 40 vjeç, siç e përmendët ju, a rrezikon edhe grup mosha tjera ose a mund të atakojë glaukoma grup mosha të ndryshme? Sigurisht që po, glaukoma një formë tjetër e saj mund të jetë edhe ajo kongenitale apo e lindur, te fëmijët e posalindur, ku vrehen disa ndryshime tjera. Pacientët apo foshnjët e posalindura kanë një diametër të korneas më të madhe, njihen si sy të buftallmos apo sy të qitur jashtë. Kanë pengesë apo të fotofobi që njihet rrudhja e syve karshi dritës, çajnë vazhdimisht dhe ndonjëherë nuk dim arsyeën se çka të bëjnë me ta derisa të shikon një mjek oftalmolog. Sa i përket grup moshave që më pyet, është glaukoma dhe traumatogjene ose ajo pigmentare. Ka rast që ka shqinje intervenimi kirurgjik oftalmologjik, pas intervenimit mund të fitohet ndonjë glaukom nga statusi operata që njihet apo nga statusi operativ. Përveç tjerash, ato pigmentare lidhen direkt me sëmundje tjera kronike të cilat dinë me mbyll kanalin e shlemit dhe kjo kullim i ujit të syrit nuk arrihet të bëhet në nivelin e duar dhe jep një tension intraokular. Si diagnostifikohet glaukoma, doktor? Për ta diagnostikuar një glaukom, fillimisht shenja kryesore markante është matja tensionit intraokular, që thash bëhet përmes aparaturës pa kontakt dhe me kontakt, Goldman, Shiatz, non-kontakt apo me ajër, duke pa këto vlera të rritura si hipertension okular, pastaj duhet vazhdohet të ekzaminohet pjesa e ekskavacionit normal të kokës së nervit optik
e cila ndonjëherë mund të jetë më shumë se sa 2, 3, 4 shumë dioptri, dhe e fundit apo të fundit janë OCT-ja, duke shiku këtë eskavacion mos ka arrit të hollohet pjesa nervore e retinës dhe në fund perimetria apo fusha vizive. Dhe nëse këto të gjitha kompletohen, atëherë ne e vërtetojmë që ky person vuan nga smundja e glaukomës. Për të ardhur deri në përfundimin e smundjes glaukomës, a mjafton vetëm një ekzaminim nga këto që ju i përmendët apo duhet më shumë ekzaminime? Për ta vërtetuar një diagnozë siç është glaukoma, nuk është e lehtë dhe për ta shënuar. Prandaj duhet të kenë kujdes edhe oftalmologët, po edhe pacientët që mos të marrin një shërbim vetëm me një matje të thjeshtë. Duhet të ekzaminohet të gjitha që i përmenda, do të thotë përmes tensionit, OCT-s, fushës vizive dhe eskavacioni. Nëse këto të gjitha janë në ngritje, atëherë duhet të vërtetojmë që kjo është glaukoma. Ndodh që glaukoma ndonjëherë ngatrohet me ndonjë smundje tjetër, pra mund të ketë simptomatologji të njëjtë apo diçka të tillë? Po, ndonjëherë mund të ngatrohen. Shumë prej oftalmologëve ose ata që mirën me publikime kanë pasur që ndonjëherë gjatë të leximit apo literaturës shohim që shumë pacient nga syni i thatë, nga edemat e korneas, nga keratokonus apo nga ndonjë traumë okulare mund të duket sikur është një lëndim i tillë apo një glaukom dhe mund të duket sikur është përzi diagnoza diferenciale. Por gjithsesi duhet të presim dhe të vërtetojmë këto shenja, të cilat lidhen me ato 4 shenja përmes 4 matjeve që i thash më herët. Si e trajtojmë glaukomën, doktor? Zakonisht deri tani glaukoma është trajtuar përmes medikamenteve dhe trabekuloektomisë. Çka do të thotë kjo? Është trajtimi konservativ përmes pikave, medikamenteve mjekësore, përmes diuretikëve, përmes AC inhibitorëve, pastaj me prostaglandina, inhibitor të ndryshëm, me tableta, ndonjëherë kemi shënuar edhe infuzione manitol për tension qendror, duke reduktuar edhe tensionin qendror në komplet organizmin. Mos tjetër është lazerat e sotëm, ku përdoren për iridotomi, hapjen në një vrimë apo kanalit të dytë që të lirohet ky ujë apo humorakozis dhe të del në odën e përparme, duke na mundësu ta zbresim këtë tension intraokular. Gjithashtu është SLT-ja, një lazer selektiv për trabekuloplastik, i cili ka gjetë një fushë veprim shumë të madh tani në pjesën e oftalmologjisë, konkretisht në glaukom, dhe trabekuloektomia apo hapja e një kanalit të dytë. Dhe më të reja që tani për tani po zbatohen, që në Kosovë akoma nuk është bërë mundur kjo intervenim, është aplikimi i iStent apo i stendave në miniaturë, të cilat aplikohen dhe implantohen në nivel të linjës së shvallëbit për të arritur këtë komunikim të ujit të syrit. Do na duhet edhe shumë kohë për ta sjellë në Kosovë iStent? Sa i përket procedurës operative, nuk është diçka që nuk bëhet nga operatorët e Kosovës dhe oftalmologët këtu, por pak është e kushtueshme dhe akoma nuk ka gjetë ndonjë miratim, po besoj derisa të arrijë të vjen edhe në Kosovë. Nëse i krahasojmë dy llojet e terapisë, pra në ato të kaluarën se si ka ndodhur dhe në këtë në ditët e sotme, çfarë mund të theni për përparësitë dhe mangësitë? Sigurisht po, përparësitë janë që bëhet më shpejt dhe kanë qëndrueshmëri më të madhe. Mangësitë nuk shoh tani ndonjë mangësi, përveç që vërtetimi i kësaj diagnoze është më shpejt dhe trajtimi është më adekuat. Diçka tjetër nuk kisha mështu, për ndryshe është bërë në metodë më klasike, janë hapë dritare për aplanacion apo lirimin e ujit të syrit, duke bërë një reseksion të irisit dhe duke mundësu këtë hapje duke liru ujit të syrit që na rregullojnë edhe tensionin intraokular. Për ta rregulluar tensionin intraokular, për të njëjtën kohë dhe për ta mbrojtur nervin optik, a ekziston terapi farmakologjike? Me terapi farmakologjike sigurisht që nëse nxihet në kohë dhe fillojnë me terapi, përdoret një terapi, por prapse nuk është ajo e duhura nëse tensioni nuk vazhdon me u zbrit. Nëse tensioni intraokular është gjithmonë në rritje ose stopohet aty në nivele të larta mbi vlerat 22, 28, 40 e kështu, preferohet të trajtohet edhe me intervenime laserike dhe ato. Sa i përket trabekuloplastikës, SLT-ja është zgjidhja më e mirë tani për tani, duke ndihmuar me pikat që i përmendëm antiglaukomatike dhe ndonjëherë si neuroprotektiv që përdoren lotët artificial, sepse kjo kurvaturë e lirimit dhe rritjes së presionit intraokular dhe zvogëlimit në një kohë
e bën që edhe lotët apo edhe pjesa sipërfaqësore e synit të jetë pak më atakuar dhe dëmtuar. Sot ne gjithë jemi të ekspozuar para teknologjisë. Madje mund të themi që nga mosha pothuajse 3 vjeç jemi të ekspozuar. Ekspozimi para teknologjisë a rrit rrezikun për glaukom? Zakonisht fillimisht të personat që kanë histori familjare. Është e mundur në çdo moment dhe nga çdo send, por në oftalmologji dritat pengojnë apo rrisin mundësinë për dioptri, ndërsa për glaukom nuk është ndonjë fakt deri tani. Sa i përket rritjes së bebzës, nëse punohet apo me videolojra apo me ekrane screen që njihen në jetën tonë të përditshme, preferohet që drita e dhomës të mos jetë ndalur, do të thonë të kemi ndriçim aty ku rrim në ato ekrane. Sepse nëse bebza, nëse ambienti është i mbyllët, është i errët kështu, preferohet rritet bebza dhe kjo rritje e bebzës na jep mundësinë që të rritet edhe presioni intraokular. Sa më e vogël bebza, presioni intraokular është më i ulët. Glaukoma tek personat më të moshuar dhe tek personat më të rinj, nëse na lejohet me i quajtur kështu. A ka ndryshim në bazë të simptomatologjisë ose mënyrës se si progradon sëmundja? Nëse nxjinet në kohë, shenjat janë pothuajse të njëjta tek glaukoma. E para është dhimbja, që personi ankohet në dhimbje, prandaj njihet si sëmundje që jep dhe dhimbje. Personi i pengon drita, kemi skuqje dhe lëtim të vazhdueshëm të syrit apo syve, në këtë rast nëse veç glaukoma i ka prek të dy sytë është binokulare. Pastaj rrëmja e shikimit dhe shikimi në formë të tunelit. Këto janë të gjitha shenjat sa i përket një glaukome. Ndonjëherë fosfena apo shkëndija të cilat i përcillen fillimisht, dhimbja, skuqja, lëtimi janë shenjat e para të cilat me do e mos pacienti duhet të orientohet te një mjek oftalmolog. Shpeshherë ata mund edhe të mos orientohen. Nga praktika juaj e përditshme, a ndodh që ata të vetë mjekohen dhe sa është e rrezikshme kjo për diagnostifikimin dhe për diagnozën glaukom? Po, kam dëgjuar që ka plot që provojnë në kushte shtëpi apo vetvetiu me ujë të caktuar nga burimet e Kosovës apo dhe me me terapi të ndryshme, nuk isha preferu që glaukoma apo sëmundjet si glaukoma të mundohen të trajtojnë në kushte shtëpie në mënyrë vetanake pa dieninë e një mjeku të syve. Cila është prognoza një personi me glaukom? Nëse personi ose pacienti me diagnozë të glaukomës vjen në kohë dhe trajtohet si duhet, zakonisht mund të shkojë shumë mirë. Por nëse nuk e arrin të kapim këtë diagnozë në kohë dhe nuk trajtohet fare, ose trajtohet në mënyrë jo të duhur, prognoza nuk është e mirë. Është prognozë jo e mirë, mos me quajt e keqe. Deri në çfarë periudhe kohore ata mund të mos lajmërohen te mjeku, që nga fillimi i simptomave? A ka ndonjë periudhë apo varësisht se si zhvillohen simptomat? Sa i përket kozgjatjes së urgjencave okulare. Glaukoma futet te urgjencat okulare. Duhet të kemi kujdes se urgjencat okulare ndonjëherë i kanë nga 1 orë deri në 72 orë. Dhe mandej disa gjëra nuk mund me i kthy as mjeku oftalmolog specialist i fushës. Kështu që në momentin që vren ndonjë nga ato që tash, mosha, dobësim në shikim, preket pjesa periferike e shikimit, bëhet shikimi në formë të tunelit, ka një trashëgimi familjare me glaukom, ka sëmundje kronike ku merr medikamente për yndyrën apo për sheqerin, për diabetin apo për tensionin, merr për reumën apo për gjendën tiroide, atëherë është mirë të bëhet një check-up, një vizitë e përgjithshme e syve që mos lejohet të dëmtohet koka e fixhanit të nervit optik e përkthyme konkretisht apo CDR që njihet tek ne përmes OCT-s ku vërtetohet dhe pastaj është shumur. Doktore, përmendë edhe terapinë që ata mund përdoren. A ka ndonjë lloj terapie që mund të arrisë rrezikun për glaukom? Ka disa terapi që arrit rrezikun për glaukom, zakonisht përdorimi në mënyrë të pakontrolluar i kortikosteroideve dhe sëmundje të caktuara të cilat me do e mos e ruajnë shëndetin e njerëzit. Por te kortikosteroidet ndonjëherë duhet të kenë shumë kujdes të përdoren nga mjek të fusha apo multidisiplinar të cilët kanë për qëllim trajtimin e një sëmundje në atë pjesë ku ata janë ekspert, por mund të na bëjnë dëm edhe në pjesën e
syve. Një glaukome pa mjekuar, shkakton verbëri? Patjetër që po. Nga praktika juaj e përditshme, sa mendon që kemi në kulturë qytetare që të kontrollohemi të oftalmologët? Tani, nështë këto vitet e fundit është bërë një rutinë mirë e ekzaminimeve apo e marrjes së një mendimi oftalmologjik nga një mjek i syve. Sa i përket kohës kur duhet të shikohet një mjek i syve, një mjek oftalmolog, të bëhet një vizitë e përgjithshme e syve dhe ajo më specifike. Unë kam bërë një kështu edhe një intervistë dikon, ku i kom potencu, nga lindja dhe në mujt parë 1, 2 dhe 3, preferohet një ekzaminim i foshnjeve, të ekzaminohet, a i ka gjitha pjesët e syve, anekset të ndryshme, mos ka ndonjë problem që nuk mund të vrehet nga prind, pastaj në moshën 2-3 vjeçare, një ekzaminim tjetër ku fëmia fillon me vrapu, me ec apo shef mirë apo po rrëzohet nga kështu, pastaj në moshën 5 dhe 6 vjeçare kur ai veç fillon me u fut në klasën e parë dhe me ditë apo shikon tabelën, a është i orientuar, mund të shef ato që i shkruajnë mësuesit të kështu me radhë. Dhe në bazë kësaj pastaj nëse gjithçka është në rregull, rekomandohet të përcillet. Nëse vren diçka prindit që po afrohet shumë TV, po e zvoglon syt, po e pengon drita, po ka kokëdhimbje, nuk po mund me shiku në distancë, nuk po vren diçka, po del nga vija fletores, këto që po shenojmë, nuk është i saktë kështu me radhë, dhe moshat e shtyme. Nëse ata kanë sëmundje kronike, preferohet, nëse është me diabet, duhet të përcillet çdo 6 muaj brenda vitit, mos të lëm të shkojnë në retinopati diabetike, pastaj me injeksionin sy e me lazerët të ndryshëm deri te intervenimet siç njihet vitrektomia. Doktor, për shkak se na po jemi vazhdimisht ekspozuar para teknologjisë, shpeshherë ne i marrim vetë syzet antirefleks që po janë të njohura. A janë të dëmshme nëse veç i përdorim pa konsultën e oftalmologët? Gjithsesi se janë të dëmshme, preferohet matja individuale secilit sy dhe secilit pacient veçmas, duke e marrë nivelin e dioptrisë, impresinë të pamjes dhe duke përcaktuar korrigjimin përmes syzeve optike nëse ka nevojë dhe duke u marrë parametrat bazë që janë distanca mes dy pupillave që njihet si diametri pupilar dhe pastaj për punën e antirefleks, blu, mbrojtje, filter që janë protekte kështu me radhë, ato e sigurisht që mbrojnë. Sa ma shumë mbrojtje, aq ma të mbrojtje, një kemi syt ka shi dritave dhe rrezatime. Doktor, cila është këshilla një oftalmologu për gjithë ata që na ndoqën sonte? Deri tani i kisha dhënë një këshill për gjithë shikuesit tuaj dhe këta që po na shikojnë. Mos të bëjnë diçka që është në formën e besytnive dhe trajtimeve tona shtëpiake. Nëse shkon te një mjek oftalmolog, cili do qoftë ai, besoj që do ta gjen rrugën më të mirë të mundshme ka shi asaj që ka menduar me e bë vet. Faleminderit shumë për një kënaqësi sonte me të pasur në studio. Kënaqësia ishte ime, faleminderit. Dashur miq, ne me kaq po e përmbyllim emisionin për këtë javë, deri në javën e ardhshme, miru pafshim.